sa mendoni që ka me pas atë impaktin e vetë ky serial me përcjell domethënë mesazhin që duhet të qytetarët për barazin prona? Unë mendoj personalisht që ka me pas impakt në shoqërinë tonë, sepse kohën kur ne po jetojmë tash, na e shohim që duhet me kriju diçka që ti me qenë atraktiv për publikun, edhe pse jo mja servu në atë mënyrë që ai me pas sa ma të qartë. Ne jemi mundu që secila episod me pas ka një problem. Ka një temë që ne e kemi ndëgju, është shkru tema edhe në aspektin edhe ligjor, secila fjalë që flitet qëndron, domethënë është e bazuar në ligjet e Kosovës. Për atë po them, ka me pas atë impaktin vetë, sepse jemi mundu që secila episod me pas një, po e quaj ashtu, një happy ending, që në një mënyrë apo tjetër e ka një përfundim. Edhe ai përfundim gjendet në ligjet e Republikës së Kosovës, edhe gjitha këto mosmarrëveshje që kemi pas, apo prej paditurisë, apo prej mosdashjes, ne mundemi me mbështet në ligjet e shtetit tonë.